Falënderimi dhe lavdërimet i takojnë Allahu xhelle xhelalu. Atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E me pastaj të ndershëm vëllezër besimtar të pranishëm. Po i rikthehemi me lejen e Allahu xhelle xhelalu hutbeve pas një ndërprerje në kohën e haxhit, ku lutem për vetvete, për ju dhe gjithë besimtarët që kanë qenë në haxh, që Allahu xhelle xhelaluhu t'ua ketë pranuar veprat e mira, haxhin, t'u jenë kthyer me haxh të pranuar. Të ndershëm vëllezër të pranishëm, jemi në xhuman e fundit në datën kalendarike të vitit hënor. Pra jemi në ditën e fundit të premtes të vitit kalendar hënor, i cili flet për përfundimin e një vitit kalendar hënor, i cili tregon se edhe këtij viti po i afrohet fundi, dhe gjithsesi se çdo fund vit përçon mesazhin e përgjithësisë. Prandaj gjithsesi që kemi kaluar parafërsisht 360 ditë, nuk janë pyetje vetëm shifra, e parafërsisht dikon mbi 50 xhuma të falura dhe namazet të shumta, Ramazani kështu me radhë, nuk është në pyetje vetëm numërimi shifror, por është në pyetje ditë, sezone me vlerë, të cilat nëse kemi ditë të i mirë shfrytëzojmë, do të jenë në llogarinë e veprave tona të mira. Praktikisht pra është një moment vetë llogaritje, sepse Allahu i Madhreshëm, ose thënë më mirë, mesazhet hynore, qofshin ato në Kur'an ose mesazhe profetike, vazhdimisht na përkujtojnë që ne ta llogarisim vetveten, të ulemi me vetveten e me tekst të veçantë në përfundim të një kalendarit hynor. Pra përfundon tani viti hynor, sepse ky është muaji i fundit sipas radhitjes së kalendarit hënor profetar. Prandaj dhe është një stacion, do të thoja, meditimi, vetë llogaritje për të pa gjendjen tonë për së afërmi. Prandaj dhe kemi nevojë pra të flasim vetvetes. Kemi nevojë të ulemi me vetveten. Sa i shfrytëzuam sezonat e vitit. Sa i shfrytëzuam, sa patëm potencial dhe mundësi dhe hapësirë, dhe sa ne i mirë shfrytëzuam pra këto ditë, ose ditë të xhuma, ose sezonat e veçanta të vitit. Prandaj, gjithsesi që citatet që do t'i theksojmë janë citate që përsëriten, por ne themi që këto citate ja vlen që t'jenë të shkruara në shtëpitë tona, sikur se citatin suratul Hashr, ku Allahu xhelle xhelalu pikërisht neve besimtarve na drejtohet, na thërret dhe na drejtohet. Ja ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. O ju besimtar, keni frikë Allahun dhe pyetni vetveten çfarë keni përgatitur për ditën e nesërme. Kështu është hyrja e këtij citati koranor. Mesazhi është që uluni me vetveten, merrni llogari vetveten, pyetni vetveten. Pra, po themi sikur se në fund vitin e kalendarit gregorian, sikur që një tregtar i mirë, i cili ulet edhe madje deumos, duhet me ul lidhë me i shqyrtu të hyrat dhe daljet e tij, me shiku fitimin që e ka pas, apo humbjet gjatë vitit, se për ndryshe nuk ja vlen me vazhdu me humbje dhe një vit, nëse e ka humb një vit, nuk ja vlen me vazhdu dhe me humbje dhe vitin tjetër. Unë ta shëm të fol në parametra tjerë. Nëse pra nuk i kemi mirë shfrytëzu këto sezone, atëherë të jemi të kujdesshëm se sezonet pas pak ditë fillon sezoni i ri. Andaj Allahu xhelle xhelaluhu na porosit që uluni me vetveten. Matni punë të juaja, pyetni vetveten, sa keni qenë profitabil, sa i keni mirë shfrytëzu e kështu me radhë. Pra është një mesazh universal ku Allahu xhelle xhelaluhu po themi në kohën e rutinës së punës, në kohën ku njerëzit ankohen që nuk kemi kohë, në kohën ku njerëz pra ankohen se nuk kemi kohë të mjaftueshme, pra vije këtë citat si ndërmjetësim se
lidhja e mirë me Allahun xhele xhelaluhu nuk shkakton kompleksitet, nuk çon ty në regres, qofsi nxënës, qofsi student, qofsi menaxher i firmës, qofsi punëtor, lidhja mirë me Allahun gjithmonë të manë të freskët. Raporti mirë me Allahun gjithmonë të bën menaxher të mirë, mësues të mirë, mjek të mirë, përgjegjësi mirë, politikan i mirë, prind i mirë e kështu me radhë. Pastaj është një mesazh profetik shumë i rëndësishëm që përcillen nga Ebu Ja'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu, i cili thot, ka thënë pejgamberi alayhis salam, el kayyisu men dana nafseh. I mençur është ai i cili vazhdimisht e llogarit vetveten. Shikoni të ndershëm vëllezër, si e parashtron pejgamberi alayhis salam vlerën e njeriu, në këtë rast vlerën e besimtarit. Kush është i mençur? I mençur është ai i cili ulet me vetveten, e llogarit vetveten, nuk i kalon ai ditë, nuk i ka ditë veç me i harxhu, po i shtyj valla ditë. Janë disa njerëz që me këtë formë mosin ditë, po i shtyj ditë, pe kaloj dyqysh kohën. Koha nuk është me shtyj vëllezër, koha është në shfrytëzim tonin. Zoti na i çon kohën me e shfrytëzu. Sikur ne sot kemi ardhur në xhumë, e shfrytëzoj kush e shfrytëzoi. Kalon koha e xhumas, po përfundoi sezoni. Krejt jeta është e tillë. E pejgamberi alayhis salam po thot, i mençur është ai i cili e llogarit vetveten. Pastaj wa amila ma ba'da al-maut. I mençur është ai i cili përgatitet për mas vdekjes. Se ne jemi të e trajtu këtu një tim të veçantë. Nuk jemi të fol tani për bilancet hyrje dalje të fund vitit. Këto i vje koha në fund vitit kalendarit gregorian, ka dhjetori flasim për këtë tim. Tani jemi të fol në përfundimin e sezonës, pra hynore, fetare, shpirtërore, relacioni jonë me Allahun, gjendja jonë shpirtërore, pra i mençur është ai i cili përgatitet për mas vdekjes. Nuk e lën përgatitjen për mas vdekjes, pra 15 minuta para se më ardh vdekja. Çfarë po qyri çka më bën? Jo, me kohë i përgatitet. Këtë ka thujt pejgamberi son progresiv. Këtë e ka nominu pejgamberi son person suksesshëm. Personi suksesshëm është ai i cili ulet me vetveten. Këtë vit ku mba, alhamdulillah jam fal, ku ma xheru, ku më dhan. A ka pas hapësirë më shumë? Po ka pas. Ku mujt me mësu Kur'an hala më shumë. Pa ta mundësi me ndihmu edhe një të varfër më tepër. Ku pas mundësi me një fond me bën një punë tjetër më të mirë. Ku pas mundësi me i vizituar disa tafër që si ku mba e të ngjashme pra hapësira që janë të shumta. Këto pra transferojnë vitin tjetër. Le të jenë projektet e vitit tash. E pastaj shikoni kanë çun pejgamberi son dështak. Thot wal ajizu, i pamundur, dështak është ai i cili e pason egon e tij. Ai i cili shkon çefit egos mrapa. Dështak është ai që e udhëheq nefsi, egoja. Çka ti thot çefi ai bën. Tash i flehet në kod xhumos aty i flehet. Ai flen nuk vjen xhumo. Ai në Ramazan i duket që nxet e han Ramazanin. E kështu të ngjashme. Këtë po e çon pejgamberi son dështak. Ai që është koha e mësimit e provimit nuk mirret me to ai. Ai kur është koha e punës, ai flan. Ky është dështak. E cili tjetër dështak? Ai që prioritet i jep pra vetëm çefeve. Edhe jeton vetëm me shpresa. Jeton vetëm me shpresa. Po komu bë mirë. Veç komu bë mirë. Kryesor nuk punon për mu bë mirë. Këtë e ka thënë pejgamberi son dështak. Pra vërtet vëllezër, unë mendoj që ky hadith, edhe ajeti paraprak, ja vlen të shënohen me fjalë të arta të virën shtëpitë tona. Po bashkangjitja këtyre edhe një thonje të Omerit radhiyallahu anhu, që është e njohur të gjithë ju. Omeri radhiyallahu anhu, sundimtari i dytë i musliman me masdekës pejgamberit alayhis salam, e ka thonë një fjalë të madhe që është shënuar në libra. Thot: "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wa zinu a'malakum qabla an tuzanu." Llogaritni vetveten para se të vijë koha që të llogariteni. Matni punët e juaja para se t'ju matën ato. Është fjalë që meriton me të vërtetë shënohet me fjalëtarin. Pra, llogaritni vetveten para se të vijë momenti që keni mu llogarit, s'ka këtë mrapa. Që i bie se derisa jem gjallë, mundësinë e kem të përmirësimit. Edhe matni punët e juaja, por uluni tani është momenti. S'po themi ne vetëm në këtë xhumë ose në këtë fund vit, po ky le të jetë një mesazh
që ne pra t'jemi të kujdesshëm me vetveten. Prandaj të ndershëm vëllezër, kemi kaluar pra gjatë kësaj kohe në për sezone, kemi kaluar në për ditë dhe net me vlerë. Ja vlen vetëm kalimtit i përkujtojmë. Më së afërmi i patëm ditët më të mira të vitit, 10 e parë të Dhulhijhes, si tok ditësh, si ditët më të mira që është betu Zotin to, sa i shfrytzuam. E në to e patëm një ditë që është dita më e madhe e vitit, dita Arafatit, që Allahu xhelle xhelaluhu nuk e la të zbrazët asnjë nga robët e tij, edhe ata që kanë qenë haxhi është Arafati. Pra, atë ditë Allahu i ka falë të gjithë haxhit. Kështu ka premtuar pejgamberi sa. Por dietarët islam kanë thonë, ky premtim i përfshin ata që janë haxh, e që janë robët e Allahut. Po, edhe ata që shkojnë haxh dhe kanë bërë vepra të mira, janë pjesë e kësaj dite. E pastaj pak më herët i kena pas prap një grup të ditëve shumë e vlerë ditë e Shevalit. Ai që është mundu në ditë e Shevalit me qenë progresiv, pra ka vazhdu me agjerim, te Allahu është llogarit agjeruesi tër vitit. E të ngjashme ditë me vlerë, kena pas edhe net me vlerë, e kena pas 10 e fundit Ramazanit, netët më të mira të vitit, e në to ka qenë edhe një natë më e mira e vitit, nata e Kadrit, që është llogarit ibadetin tonë sa mbi gjenerat njerëzore, mbi 83 vite adhurim, jo vetëm jetë. Mbi 83 vite adhurim nata e Kadrit. Edhe net të ngjashme me vlerë që kanë qenë për sezon. Krejt këto të ndershëm vëllezër determinojnë që ne pra vërtet do të jemi të përgjithshëm dhe të kujdesshëm me vetveten tonë, me përgjegjësitë që e kemi, sepse vije shpejt koha e llogarisë, sikurse tani jemi në fundvit të kalendarit ose të vitit akademik. Tani është koha me përfundu pra viti akademik. Ka disa nxënës që i gëzohen përfundimit vitit shkollor, po ka disa të tjerë që në dëshpëruan, varësisht se sa kanë punu. Prandaj Allahu xhelle xhelaluhu asken nuk ja ka mbyll askujt derën, secilit ja ka dhënë mundësinë me përfitu. Kështu që duhet ta përmbylli këtë pjesë të parë të hutbes me disa rezultate të mirë shfrytëzimit të sezonave. Çfarë rezultate na sjell mirë shfrytëzimi i sezonave? Nga rezultatet është progresivitetin të gjitha sferat e jetës. Nëse pra i mirë shfrytëzon sezonat, në çdo porë të jetës i progresiv. Edhe në aspektin fetar, edhe në aspektin shkollor, edhe në aspektin social, edhe në aspektin ekonomik e kështu me radhë. Pastaj ngritja e nivelit, përmirësimi është vijese rezultati i mirë shfrytëzimit të sezonave. Ne duam që çdo vit tim edhe më të mirë, në çdo sezon duam që të jemi edhe më të mirë. Mirë shfrytëzimi i sezonave konkrete e bën këtë besimtar më të mirë. Pastaj të ndershëm vëllezër nga rezultatet është se ne duam që të shpërblehemi. Duam që të shpërblehemi për mundin që po e bëjmë. Sot këtë sakrificë që po e bëjmë, që vim xhumë, që ndahemi nga puna, dikush nga shkolla, dikush është i smut, duhemi të paguhemi për te, ose agjeron ose ka shkuar në haxh. Pra, këtë ta mundson shfrytëzimi i sezonës. Edhe një të fundit po e cik për shkak kohës së ngushtë, mirë shfrytëzimi i sezonave të ndershëm vëllezër na mundson, na gjeneron lumturi. Na sjell lumturi. Llogaritni kur ne tani nuk kemi kohë ti kthehemi çfarë shpërblimi kemi nëse kemi shfrytzuar mirë 10 ditë e para të muajit Dhulhijhe ose ditën e Arafatit. Çfarë shpërblimi kemi atje me ditët e Shevalit? Çfarë shpërblimi kemi me Ramazanin, me natën e Kadrit? Krejt këto gjenerojnë lumturi. Çfarë lumturi e sjell? Nuk është i njëjtë ai i cili përfundon shkollën me 5 edhe ai që përfundon me 2 ose 3. Nuk janë të njëjtë ai i cili përfundon në vit akademik, pra bachelor me rezultat dhe ai i cili pra ka mbetë në shumë provime e të ngjashme, kjo vlen edhe për menaxhimin punët të ngjashme. Të ndershëm vëllezër, pra jeta kësaj bote është një garë e hapur, siç thot Allahu xhelle xhelal suratul Waqi'a, was-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun, ata të cilët garojnë për të mirë, ata janë afër Allahut, ata janë afër pra suksesit. Lutim Allahun xhelle xhelaluhu që kemi dalë fitues mbrana këtyre sezonave. Allahu xhelle xhelalu ti ke pranuar prej neve dhe ju të gjitha veprat e mira. E them këtë që ndëgjuat kërkoj falë për vetvete dhe për ju, kërkoni edhe i falë sepse Allah është falësim. Të ndershëm vëllezër të pranishëm, në pjesën e dytë të kësaj hutbe dua që disa minuta t'ja përkushtoj pra shkurjes dhe kthimit në haxh,
Këtë vetë falë Allahu Gjelle Gjelaluhu, pra kemi pas një numër dikon rreth 1600 haxhiler nga vendi ynë, ka qenë një mundësi e ardhë. Në radhë parën du ta shfrytëzoj rastin, ta falenderojmë Allahun Gjelle Gjelaluhu që na ka dhënë mundësinë që të jemi pjesë e haxhit, ne dhe ata që kanë shku këtë vit, e pastaj të jemi mirënjohës edhe për mirë organizimin e kryesisë së Bashkisë Islame me theks të veçantë drejtorisë së haxhit, të cilët kanë ofruar kushte të mira për haxhilerët që ta e kryjnë haxhin mirë. Andaj të ndershëm vëllezër, ka qenë një mundësi e ardhë tani me secili për juve dhe ju që nuk keni qenë haxh e keni pas mundësinë me pa kënaqësinë që e shijojnë mysafirët e Allahut. Pra haxhiu është mysafiri i Allahut. Pra duhet me kuptu që është i veçantë, i pritur i veçantë, prandaj pra duhet edhe familja kështu ta e pret haxhiun se është kthy një mysafir i Allahut. Andaj ne pra duhet të mundohemi që ato mirësi të cilat i kemi marrë në atë vend të shenjtë, pra të reflektojmë në jetën e përditshme, të reflektojmë familje, të reflektojmë shoqëri, të reflektojmë vendin tonë, sepse vendi ynë, siç kemi thënë, ka nevojë për progresivitet, ka nevojë për përmirësim, ka nevojë që ne të jemi model. Lutim Allahun Gjelle Gjelaluhu që të na mundson neve, juve, të gjithëve, pra ta e vizitojmë shtëpinë Allahut Gjelle Gjelaluhu, të kryjmë haxhin dhe të jemi adhurues të Allahut Gjelle Gjelaluhu. Lut Allahun Gjelle Gjelaluhu për pranim të veprave për vetvete për ju gjithë besimtarët. Lut Allahun Gjelle Gjelaluhu për përmirësim të gjendjes së muslimanëve ka do që janë ata. Lut Allahun që të shëron të smuarit tan. Lutim Allahun Gjelle Gjelaluhu që të mëshiron të vdekurit tan.